Përshëndetje miq. Mirë se erdhët ke puntata radhës. E si ju ka mirë, si keni qenë? Me këtë vapën, sa është kështu më është, tërmetesh ajo vapa. Keni bërë një çik plazh apo vetëm punë? Duhet një çik relax, si kom thonë. Çik plazh, çik pishin. Kthjelloj trunin punon gjithë javës me qef pasaj. Por një çik ismet vetes sa bursa. Edhe në punë si kafsha. Ciao pa. Kjo puntat që kemi këtë radhë, dhe të veçantë, edhe për temat që do flasim, dhe është një miku im i veçantë, që ju ta shikoni tash, ja unë do ta prezantoj, dhe ai është Flamur Balaj. I mat, si të ka vllai? Mirë, si e? Mirë se erdhe. Mirë si u gjeta dhe suksese për emisionin. Rrosht keqen, faleminderit. Si të ka mirë? Po mirë, falë Zotit, mirë. Po duke pas detin afër, në që jemi edhe komshi, mirë do jemi. Ke bërë çik plazha? Akoma se kanë fillu, po na del koha, mirë the atë mesazhin, punon, bëni çik pushim, mos punoni si kafshë, se realisht te kemi humbi çik. Je edhe ti parë si punejme, se u po ta ngrej bluzën jam tas, parë por. Kështu jemi gjithë por. Se u mësoj njerëzit po. Shiçi. Si thënë ca, si punëtor laç. Kemi arruar shprehjen afër det afër mretit. Edhe pse jemi afër, kemi shkuar çik larg. Kemi shkuar larg, po me këtë babën si ke qenë? Me thonë drejtën, gjithmonë njerëzit thonë ky vit që e ka shumë të merë, po realisht unë se kam pas kur problem babën, po këtë vit që e ka... Që me gjime. Do thonë, djerë se dvunë, po lanë shkojnë, vetë dhe në hije, do më të imaginoj. Temperatura ka qenë shumë të mëdha, valla. Ka qenë, realisht. Nuk se di, do më dhe nga vitin vit, po ngrofet aq fort koha, sa që jemi po si Dubai, 12 muaj verë, valla, s'ka dimër dursi. Realisht, atë drejt asaj po shkojnë. Të që po na shef Zoti, ose s'na do iq 2 zile janë. Po, menaj se na do, më na do, jena të mirë në burë. Jeni gja ka me lehë. Ne jena të mirë, ku ka si shqiptar. Allah kum. Jo. Si të kanë shkuj gjona tjerë? Po, përgjithsi mirë, pavarësisht se me këto protestat është i qikë situata e nxehtë, prandaj thënë mund që mos ka ndiku dhe klima. Mirë, me punë, me gjëra, me angazhime, me ato që gjithmonë kam bërë, domethënë, për shtetin e Durrësit, me jetën time personale e kështu. Thënë pse mirë, nuk ankohem, nuk qahem. Gjithmonë me forca, s'lohesh në jetë. Është vetëm me armë për përballu disfatat, problemet, gjërat që na kanë rënë për pjesë. I fortje për Zotin, i fortje. Kishin qenë gjithë njerëzit e plako, me këtë kurajë që ke ti për t'i qatë gjonat për para, diku do ishim neve sot gjithë. Falenderoj shumë për këndvështrimin dhe sinqerisht. Vlerësimin. Po të keqen, për publikun që të njeh i din nxjerr gjonat. Për atë publik që nuk të njeh, na foli çik për veten tata, valla. Atëherë, pavarësisht se u them gjithmonë duhet të flasim për veten, edhe për ata që na njohin, sepse jeta ka shumë probleme, shumë angazhime dhe njerëzit edhe harrojnë. Pra, unë jam Flamur Balaj, person me aftësi të kufizuara, njihem si aktivist në qytetin e Durrësit, por jo vetëm, pasi kam marrë pjesë në shumë proteste dhe angazhime kombëtare. Jam një person që shkruaj vazhdimisht për problematika dhe i pasqyroj, pra dhe duhet të kontriboj për vendin tim. Unë me profesion jam mekanik për shtas automjetet për personat me aftësi të kufizuara, pra i bëj që të komandohen me anë të duarve makinat automatike. E bukur kjo. Po, të kam profesion që e bëj ushtër prej vitesh. Po këtu në Durrës? Po në Durrës e bëj, dhe më thonë edhe njihem për këtë punë njihem në gjithë Shqipërinë dhe për këtë dhe më thonë njihem nga njerëzit për shumë, gjërësisht, pasi kam marrë pjesë shumë emisione dhe jam i njohur për një pjesë publikut, normalisht që për të njohur gjithë duhet shumë e shumë vite. Dhe unë jam marrë dhe me politikë, realisht e kam pasion politikën. Kjo është jeta ime, domethënë, jetoj në qytetin e Durrësit, e du shumë si qytet. Jam një nga personat që mendoj se jam motivues për publikun, pasi edhe shkruaj dhe kam botuar një libër thënë poezi. Këto janë, domethënë, aktivist mekanik dhe aktivist politik.
Shiko, ti edhe si gjysmë të qeshme më po, janë ai shumë gjona, që realisht, unë abitëm si arrin t'i bosh gjitha plak. Po, tani... Situatën që jeti ka shumë vështirësi. Po, realisht ka vështirësi, po falë dhe bashkëpunimit me familjarët e mi, me vllajën tim, që punojnë kryesisht. E vërtet është, janë shumë gjëra, pasi arrova të shtoj që jam dhe administrator një pallati me 84 apartamente familje, që e menaxhoj, aty dhe ku jetoj. A ke seriozisht edhe këta? Po, seriozisht. Edhe kjo mund të që nga punë më vështira, edhe po në fakt kjo më ka bërë dhe për ta njohur më shumë për të njohur më shumë qytetarë shqiptar dhe për ta parë realitetin sy se sa e vështirë është bashkëjetoj me njëri tjetrin. Kjo më ka ndihmuar, mund të them që është nga punët që më ka ndihmuar më shumë dhe më ka pjek më shumë politikisht, më thonë për t'i pa dhe gjërat në këtë vështrim se sa janë njerëzit, se sa i kanë sy të hapur për të parë atë që punon dhe atë që nuk punon, dhe sa vlerësohet ai që punon. Kam arrit t'i bëj, falë Zotit ka dhënë një vullnet tepërt, një shpirt luftarak, mendoj se nuk është merit e ime, është Zoti ku i krijon njerëz i krijon veçantë. Mbase më ka marrë diçka, po më ka dhënë shumë tjera. Dhe për këtë jam falënderues dhe asnjëherë s'e mërzitur për këtë pjesë. Shiko, për distat që më ka rënë, një pyetje. Se ti njerëzit i shikon në tjetër kënd vështrim. Po. Sa e vështirë është të bashkëpunojnë këta me njëri tjetrin? Apo të bashkëpunosh me njerëzit në përgjithësi, flasim gjithmonë për njerëzit e përgjithshëm, dhe sa bashkëpunuesa janë ata? Shiko, janë një nga personat që edhe miq që më njohin e dim që janë një djalë i vërtet dhe kur flas në realitetin sy. Unë nuk jam politikan i shuar, por se kam parë që politikanët mundon të flasin vetëm mirë për popullin dhe ta ngritin atë. Populli shqiptar është vërtet një popull me merita, një popull patriotik, një popull me vlera punëtor, por kur vjen puna te bashkëtesë dhe bashkëpunimi, mendoj se jemi populli më i vështirë në Europë, po them botë. Dhe këtë e them pa ndorje fare, se besoj se njerëzit e vërtet na më kuptojnë sepse të gjithë e dim, mendoj se jemi shumë vështirë në bashkëpunim njëri, jemi shumë të mirë me të tjerët, me tuajt, bashkëpunues, zemërgjër, tolerant. Kur vjen puna për njëri tjetrin jemi shumë mos kuptues, grindemi për një parkim makine, nuk doam të paguajmë tarifën e administrimit pallateve dhe kemi vendosur të blejmë apartamente dhe të jetojmë në qytet, por mendoj se baza është bashkëtesa. Nëse ne nuk kujdesemi për një godinë që e kemi jetë përbashkët, pra gjithë duam t'i mbajmë shtëpiat brenda pallatit, apartamentet tona, por jashtë derës askush nuk kujdeset. Dhe kjo është shumë e vështirë. Këtë e kam kuptuar që është shumë vështirë bashkëpunimi dhe shumë i vështirë është sensibilizimi për problematikat dhe problemet që na kanë rënë, duke filluar që nga infrastruktura, parkingjet, përmbytjet qytete, këto ne shoh që shumë vështirë bashkëpunojmë dhe të reagojmë për të mirën tonë. Mendoj se ky është defekti më i madh që kemi ne. Fole faktikisht ju futet Durrësi tash, ju futet bukur. Unë kisha pyetje Durrësin, por me që ju futet tash, do ta sillim çik jashtë radhe. Ora, si po duket Durrësi në 2026 valla? Se është interesante si pyetje. Po thash, duj menim nga ana jote herë, se unë kam ca gjona në kokë, po jam pia ato. Durrësi 2026. Fakt, për njoh prej vitesh Durrësin, kam filluar si aktivist në 2013 në diçka e tillë, jo se lidhet politikisht se daton me ardhen në pushtet të Partisë Socialiste, por si mas moshës vjen çdo gjë. Shoh që nuk ka ndryshuar asgjë. Pa shoh Durrësin e shoh si një kartolinë që po ta shohër si fasadë, pa me të parë duket bukur me ngjyra. Etj, po nga pas është bardhë. Është vetëm kjo pjesa ballore e shititores. Po, bardh, çfarë them, bardh nga betoni. Se kanë mundë këto plakat e bardhë të bukura. Unë e dua shumë si qytet. Realisht do doja me shpirt të vlerësoja disa punë. Mund të them që kanë bërë sheshin pjesërisht mirë, edhe të vogël. Por ajo që nuk më kënaq është sepse punimet nuk janë cilësore.
Dhe mund them që ato pllaka për shembull para sheshit mund të jenë dru me 100 herë, janë thyer, se di kjo gjë bëhet për arsye që base edhe të fitojnë ai tender më shumë apo jo, por shoh që është dekor gjithçka. Realisht, Po se shiko, po u bë sheshi vlla për 100 vjet e bë italiani, s'ka më lek pas. kjo pra është paktën një herë në vit. Se shoh janë ca pllaka shumë e vrima që thyen shpesh, ato mjafton t'i fuzin një shufër ekur brenda dhe nuk lëvizin kurrë. Shiko, vetëm që s'kuptoj gjolla. Mirë, okay, i lën gjysmake që të prishen prap t'i bëjnë prap. Po. Atë që s'kuptoj është kjo. Përdesa ka nda menjen që këto do prishen që ne tjeri bëjmë një lek tjetër prap. Po ta bëjnë kur prishet e vlla, pse duhet ta lënja 6 muaj ashtu? Prishim neve makina dhe pastaj këta fillojnë edhe bëjnë me kismet. Jo pra është. Edhe realisht jam i zhgënjur edhe nga kryetari aktuale Zonja Sako, por normalisht dhe nga ish kryetari i bashkisë Xhalxhul Dako, por më shumë është gënjen Zonja Sako sepse është dhe arkitekte. Edhe ka studiuar Sapienza, e di shumë mirë se kam motra ime ka studiuar në atë universitet. Por realisht nuk ka gusto fare. Nuk punon fare për qytetin. Dhe e shoh që ka dhe një tendencë për të bashkëpunuar, pasi unë jam aktivist për këtë drejtë dhe personë masi kufizuar, kryesisht ka ngret çështjen e rampave të trotuarëve për personë masi të kufizuara. Kam kontaktuar disa herë me të dhe më ka refuzuar në kontakt. Jam ofruar dhe si vullnetar. Të bën prej. Kap kolli myti. Piçi kuj se të kap kolla kur përmend kësaj gjona zhulla. Po se flasim me shpirt edhe na buron gasmimi. Po ai projekti nuk ka pas lekë, por ka qenë projekt me pak kosto. Ka projekte me pak kosto si bëjnë hiç këta. Si një punë do të 4 milion, 5 milion euro kështu. Tamam. Një çtrumë i derdhme. Shpejt. Jo të ka qenë gjë e vogël më burr. Ej, sot i ma. Edhe më falë të preva, po më thoshe? E le atje? Pra, ta paralelizoj. Unë shoh Durrësin për shembull, konkretisht po bëhet një pjesë e shititores së Volgës, shititora Taulantia. Shoh që po bën një dekor me ca harqe blu. Një stil që më duket më shumë si stil oriental që nuk ka lidhje me Bregdetin dhe shoh që horizontin e detit e kanë zënë. Pra që ajo duhet të ishte bën prapavi dhe jo në ditë parë bregdetare. Pra ajo ka kushtuar rreth 4.2 milion euro, ndërkohë na vjen kodra e Currilave. Përmbytet rruga e Currilave 4 deri në 5 herë në vit dhe bllokon të gjithë studentët, të gjithë banorët. Pra, duke qenë se kemi edhe Universitetin Aleksandër Mojsiu në Lagje. Lagja një është e përmbytur. Po si është e mundur që paralelisht ndodh kjo? Pastaj kemi Shiko, këta po investojnë për ta bërë si Venecia, plak. Qa thu? Mos duket kështu që është çudi kjo muhabeti për mytjes. Ajo është ai zoti më. Ngjo. E di ku është e bukur abur. Janë këto temat, unë mundohem ka vani detyrë vetes së burr, që do moderoj emision, por nuk do jap mendime, nuk do jap mend për siç e bëjnë këta të tjerë që si lejnë njerëzit me fol. Ai që vjen këtu duhet të flasi, duhet shprehet, edhe unë nuk duhet ta shkopos. Duhet që ti të japësh mendimin tat. Po më vjen ka herë me plas më burr, sidomos ja kjo tema që the ti, se si që ke ti çarçaf me volë vllai, unë çarçaf me volë. Po më unë sa nise e gultu dhe mos dile në jashtë kornizës, mos dile. Se njerëzit faktikisht këtë lloj profili emisioni e kanë pëlqyer shumë. Që unë jap hapësirë të flasi ftuim, kupton, pa e bët zhurmshëm emisionin. Po tash nga i batutu në herë, se unë e në i gjoj e marrë dhe me batut, për e tash që këta e kanë një investim, do ta bëjnë si Venecia, por. Pse mos jemi në breg detit si Venecia, Durrës turistik më burr. Kështu që çfarë të them vllai jot, më fal kule, se mos më rri. Tash jemi do të me pi cigare, e ke ndalu tash, e? E ke ndalu? Jo, jemi totalisht rrek.
Po, totalisht tash çka kemi në reel. Nxirri që ka podcast vlla. Original bio, pa pesticide. Nuk shpuz jo Nëse na ka pas APU-ja, domethënë me bio. Atëherë super. Do të thonë ndjem shumë komod. Shiko, këtu çka ke për thonë, thuaj plano. E themi gjitha, din që unë vetëm rezervohem kuptimin e fjalës sepse duhet flasësh shtille dhe të lej kohë. Realisht, po na ndjeken dhe ato të bashkisë normalisht. Edhe din se Facebookun time kam publika dhe e ndjeken goxha se kanë dhe këto sistem të patronazhista, kështu që jam i vëzhguar kështu. Ashtu? Pëlqen shumë. Pëlqen shumë se na kanë shtu audiencën merrsisht. Nga 100.000 shikimet, video, gjërat. Edhe kjo në fakt i trem çik ata se njerëzit me ndikim nuk e kanë qejf ta, domethënë. Edhe kështu pra, kështu qyteti i Durrësit. Paralelisht bëhet një investim miliona euro, na shesin dekore, gjëra luksi, pllakaj dhe i thonë kështu, siç vjen ca emra kështu italian, Premonade, ku diun, domethënë ndërkohë që mund të bëjmë tingëlloj çika. Ja do të tingëlloj çik kështu si ashtu shet. Aristokratlik. Ashtu sheta. Ashtu shet projekti e bursës në Shqipë shumë e rëndom. Por si jemi kundër gjërave të bukura, po fillojmë nga minimalet më bursi, kemi rrugët si Kandahari, kemi lagjet e Durrësit. Ma gjeni lagjet sistemuar në Durrës, ma gjeni lagjet shqiptarët gjimon mrapshi fillojnë. pra. Fillon nga zhe për dalkaj. O dha është një lloj vjedhje të mërshme, është një lloj edhe korrupsion. Po edhe aty ku bëhet puna, bëhet jashtë standardit. Po jashtë standardit që ne i shohim, tu nuk kanë ekipe pune. Unë tu funksionon as pastrimi, funksionon as mirëmbajtja e rrugëve, infrastruktura e trotuareve. Është s'ka e bën njerëzit punët si mas qetë. Mjafton bën punë vogla, po bën me pasion më burr. Unë ne shohim se jemi çdo ditë në terren. Do thënë, Orion. Enjoys day këtu show. Dila tje me telefonin. Na vin audio deri këtu. Go. Ha. Fal, ku e lam? Tani e lam ke Durrës, pra Durrës i mall, ka shumë Durrës, ja kuptoj, harron nga herë. Ka 1 milion probleme Durrësi vëlla, po. Ska vullnet për t'i zgjidhur. Ja. Do të ketë vullnet, kur pikë pari nuk vjen vullneti nga institucioni që përfaqëson qytetin, që është aty për me ekipet e punës, me ekipet e specialistëve, drejtorëve, përgjegjësit sektorëve, ndërmarrjes e gjitha të tjerat, si mund presin bashkëpunimin, domethënë. Nëse hiqen një ditë dorë nga bërja e gjërave fasad, jam plotësisht i bindur që bashkërisht do ta bëjmë Durrësin. Dhe ne si qytetarë dhe institucioni bashkiak, nëse ka vullnet mirë, por unë shoh që nuk ka vullnet mirë. S'ka dritje shile në fund të horizontit akoma. Ka fare, jo. Nuk shohim gjë ndryt. Tani dikush mund të na thojë shiko këta s'bën asgjë të mbar. Po tash i çfarë bëjmë mbar? Unë kur bëhet qytetore e plazhit, prishet kursia e biçikletave. Mora vesh që dhe e boshim prap, më duket, për herë tretë. Dhe bojmë prap, për herë katë, nuk e di kështu mora vesh. Si për kritikojmë pak si tepër ne. Mungojnë ca palma atje, s'ke qëto, po mungojnë ca palma. 3.000 euro një palma. Unë kështu e mora vesh. Nuk e di sa informacioni sigurës, po mora vesh që do prishet prap, edhe do bëhet prap rruga si që qenë. Po nuk me shumë 3.000 euro i palma, a kupton. Që janë 3.000 euro, ja, si qëmë. A kupton ti. Asli gjam, shumë si Tallava. Orë kanë lekë, ki pati si tot kryeministri, fap. Po. Firmosin fap. Si shkojnë dollaret apo ja? Shiko, unë i gjo kam vonë re. Këta se që kanë një problem me atë zero në vlla. Nuk e di jo. S'na lën fare? Jo. Mos e shprishe të stira. Numrit që kanë fillim. Mjafton le të jetë dhe njësh, se zakonisht njësh është gjimone i pare, se të njemi njësha, po vetëm që nuk i bushone e zero. Kur është e zero? Ja, mos se s'kanë fajnë, se kanë gjerë shtype e tastira, kanë defekt tastira, s'ka kosa tastira në rohet. Sa. Dhe që të bënë. Ta s'ka qenë vendi burokrasirave, korupcionit i vendi çudirave i themulla. Vendi çudirave. Shep çudira për ditë. Histori për ditë, plagë. Jemi çdo ditë lëvizje,
kemi të bëjmë me publikun, Shiko, ti edhe aktivist. po. Maj mend që ke dalë edhe për atë veljerën e Durrësit, për atë gjën e bukur që na u bë aty, që s'ka marru akoma me stadion. Sa ka një 10 vjet. Marrojnë zerot, theti. Vazhdo në zero. Më dhe sa të marrë zero nuk marrë. Ja. E po si, realisht si ja ke bo, Ai shumë durim ke pasa but. Realisht, shpesher, do më thonë, kur analizoj vetën time, si jam aktivist, ose se njerëz jemi, kur bëjmë diçka, gjithë vem kanar, çfarë fitojmë, çfarë përfitojmë nga kjo. Unë mendoj se vetëm përgjigje që jep vetës dhe qytetarëve që ndjekin, është sepse realisht e dashurisë qytet. E dua Durrësin, e di historinë e Durrësit. Vet historia, vet vitet, vet karriera e personazheve durrësak që kanë bërë dhe njihen edhe në përbot, si për tregtin e parë qytetit Durrësit, njihet për antikitetin, për skulptorët, për piktorët, për artistët e pafund që ka Durrësi. Sepse si qytet është frymëzues, planimetrin, gjeografin si qytet e ka shumë bukur. Kemi kodër, kemi plazh në tëra anët, kemi pyje, gjelbruara. Kot mirë sa duhet gjithë kohës. Koha është florit këtu. Dhe mendoj kjo është vetëm se e du si qytet dhe duhet bëhet sa më mirë. Po mirë, shikojnë. Kjo është arsye pse jam aktivist. Unë mendoj se ka dy lloj dashnie plaku. Është një dashni si kjo e jotja, që e dom për qef, për Durrësin që është e këta, është dhe dashnia tjetër më burë ta dush Durrësin për... Zja dy lloje. Fakt, të shikon njëna o tjetra, një është për ca, një është për ca plak. Them drejtën, unë hyka ato që jam që nuk i preferon këto për Durrësin, se nuk ka marrë e herë. Par ne po të them. Po mendoj se anë nga sheshi janë këto. Anë nga sheshi, ajo me palma, po dhe ato Shatrebanit, është ajo godina bukur aty me ngjyrë, se kanë lidhur dhe pak ngjyrën e partisë nëse ke vënë re. Edhe ngjyra është bë pa referendum, pa pi qytetarët, pa normalisht vjen urdhë nga Surreli ose nga kryeministria. I fuzimi furç. Pa, i fuzimi furç i ngjyrë. Okej, se din e PS-s e kanë aty afër. Megjithëse bom. E kanë është se di atyre. Por e ping, i fusin edhe i ping boldës edhe ngjyrosin edhe detin edhe marrojnë punën, dhe ta dim pakën që ky qytet mi që ka 28 vjet që e mbajnë, si që dim ne, se se mbajnë me votë, por paktën mos na lynë edhe godinat me ngjyrën e partisë. Na lënë në gjë për neve, se leks po na lënë për qytetin, për përmirësuar infrastrukturën, jetesën e njëri tjetrit. Oj ma. Shiko, falenderit për të sinonimin i madh, po një të madh kemi ne. Jo. Ema se le nuk është, shiko, nuk do të t'jesh i gjatë edhe je madh. A tu? Sa ashtu ka thonë ai? Ja. Shiko, e ke parasysh është një kështu, është një shprehje, është ai ligji i gjatë dhe i shkurtë. Ke parasysh e kupton njerëzit. Që nuk është e rëndësishme të jesh i gjatë, e rëndësishme është sa i mirë je. Falenderit gjithsesi për. Ora, desha i menim nga ty për i gjë aktuale që është në Durrës. Tashi, këta të PS-s vëlla, ç'a ngjyre kanë atë dveten? Ma vi e di unë? Ma vi. Po pse ne e bën Durrësin me viza blu më dha? Ka një gjë me ngjyrën blu. Viza blu, se ti s'pas kam parë, ti nga lagja ku jetoj me një me gjithë rrugët kanë da vizat blu. Vizat blu, parkeqet me pagesë. Këto, po, shiko. Kur dung ta bën demokratë, Allah. Bën, si ke Volga që ka bë blu. Blu. Bën demokrat. Po janë bën demokrat me prapaskem. Të duken si të butë shu, por realisht të vizat blu duken se kërkojnë lek. Edhe kanë bë pra me pagesë në gjithë botën ka, e di. Me zonë. Por edhe në rezidencë dhe thot do paguajnë 100.000 lek të vjetra në vit për parkingun, por për rezidentët është falet vetëm manësore pallate, pa hajde ti hyjmë pallatet e Durrësit. Pallatet e Durrësit s'kan asnjë lloj oborri përpara.
Sa përqind e pallateve të Durrësit ka në bord para asnjë pallat apo anash apo mbrapa. Gjithë parkojnë për janë që ne do paguajmë për të parkuar në vend në lagjen ku jetojnë. Këtë se kam pa kundën. Dhe mbi gjitha këto, ne s'kemi infrastrukturë, ku të parkojmë? Në Currila që përmbytet për shembull, apo në Knet, ku të parkojmë? Pastaj, sa na garantojnë këtë që do gjejmë parking ne? Sepse kur ti vjen një tarif, do ta kesh parkingin siguruar. Afër lagjes, këtë kapacitet. Po ne mund ta kemi rrugën 2 kilometër, unë s'mund ta lej makinën 2 kilometër larg pallatit. Kështu që apo qytetarët e tjerë. Se di fare, nuk e di çfarë manovër është kjo. Kjo është story vëlla. Jo, ashtu është lehtë. Bojnë vetë, firmosin vetë. Edhe kthejmë autobus ke shtëpia. Është e fortë. Bën shumë plane të bukura për të na vështirësuar jetën, por për të na përmirësuar s'po shoh ndonjë gjë. Dani dhe të thoj, çfarë kanë përmirësuar për jetën tonë? Është e bukur kjo vëlla se, okay, është mush Durrësi me turista, marrin makina me qera. Okay, nga janë me që po vinë t'i rrjepim edhe i qi për parkegjin, kupton? Shikon se nuk jam dakord. Në përbot parkegji është me pagesë, po është ka dhe copletër ke xhamia ai. Ka dhe lokacionet e ndame, ka dhe zonat e ndame, ka dhe ku pagun këtu, ku pagun atje, dhe ku nuk duhet paguj. Dhe është te mase komod. Janë shqiptarët që ne kemi këtu që rinë jashtë, edhe e dinë shumë mirë, bukur. Tashi, puna është këtu. Si të rrjepimi qik ta refugjatët, ti marrë me ca lek parkeqi. Tashi ti mund merresh me këtë pjesë, okay, dakord jam. Me edhe ca lek këtyre sepse futen makinat me qera në punë, po. Vetë se tu shqyqyt punën këta që japin makina me qera, se i merr taksat aty. Tash i ngorit dhe këtej që funja thu pasaj pse ta marr makinën kodën, mami lëviz me taksi, edhe e grop posa dhe ai shkreti nëse vjet ka pas 10 makina, ka shtunja 10 tjera për këtë vit, ti jep një kol po me parkegjin, ai e çon 10 makina grop, më kupton? Janë ca skema idiote total. Skema idiote. Kur në sezonit, siç bëjnë dhe punimet, që bëjnë dhe ligjet për qytetit. Si gjithmonë, sepse ne jemi si Kosova, valla, ne kemi dimrin bor, nuk bëhen të punime ndimër. Bravo. Punimet kene fillojnë qeshor, marrin në shtator. Ja, pra kjo tregon që është diçka e qëllimshme këtu, se siç e thash që këto kanë përmirësuar diku jetën, jo. Shohin që bëjnë vetëm gjëra për të na vështirësuar. Pra njerëzit në vend se të fitojnë diçka më shumë, duhet dalin minus për arsye sepse merren disa ligje dhe vendosen ka Këshilli Bashkiak atje, pa konsult, pa asgjë, kanë shumicën dhe vetë krijojnë, vetë vulosin, vetë e fundosin çdo gjë. Jo më shumicën nuk e kanë më probleme ata se kanë dhe pëtën mas vete se ka marrë më vetë. Po pazarët këtu janë, shiko, qenë gjithmonë janë shuhen. Ka qenë para ca ditësh, ka qenë një temë shumë interesante atje në Këshillin Bashkiak. Për këtë punën e këtyre amangës unë edhe emri nuk ja them dot se e kam bezit madhe këtë LGBT ku dreqin e diun që ishin. Se fillin shkollat në shtator plan. Se që kalun me stilat e ligjin, keni informacion më tepër? Po thua për ligjin e terapisë hormonale? Tash kjo shush e zbukuruar. Shush kanë zbukuruar ata. Unë i rashi qik më... Realisht, kjo është një nga çmendurit më të mëdha që mund të kenë bërë vitet e fundit, pasi nuk po flasim këtu për urrëtie, për racizma, për kundërshtime gjinore. Por të gjithë jemi koshient sa fëmijë, po them fëmijë sepse janë më të dhimbshëm kur smuhen se sa të rritur, që kanë smundje të rralla që nuk kanë çrim këtu dhe nuk janë çuar për shifra 10.000-20.000 euro nga shteti shqiptar dhe janë lënë krejtësisht të harruar dhe fal Zotit që janë disa fondacione të disa bamirësve që kanë shpëtuar qindra jetë fëmijë shqiptar dhe janë lënë për shifra qesharake dhe kanë ndruar jetë. Më kujtohet një rast ka qenë një djalë Kristi Maze kur ishte ky ministri Beqaj, ky Hajduti, dhe i dilte babait ti përpara, ti djalit Kristi Maze, dhe i thonte të lutem, me kam djalin në gjendje të rëndë, gjendje të fund, do në gjendje koma.
po ndron jetë ta shpëtojnë dhe e lanë ashtu, nuk e sponsorizuan dhe ai ndron jetë i ndjeri Kristi Maze. Dhe shohim sot që këto kanë marrë përsipër për të sponsorizuar terapi hormonale për fëmijë nën moshë. Ky është sponsorizim. Ajo që ti the shpar, nuk është sponsorizim plan. Është detyrim nga shteti ajo. Bravo, është detyrim. Ajo është detyrim nga shteti, po këta mësuti shohin njerëz si milingon aty poshtë vetes. Ajo është detyrim nga shteti. Ta i shohin vetë kur duan vota. Ti ri njerëzve në kokë, sa punë është vana aty. Jo talli me nerën. Po. Drejt themi. Por si këto e tallin gjithë me radhë, nga gjitha cepat, jo vetëm PS-a. S'diskutohet. Kurse kjo e dyta që ti kjo po, kjo është sponsor valla. Kjo është sponsor. Pikërisht pra, sepse ka hipokrizi, ka kontrast, ka paradoks pa parë. Ti sponsorizon terapitë hormonale që mbi gjitha herë janë, nuk e di nga i marrin këto ligje, sepse e kanë bërë dhe nën moshë. Po. Pra, fëmijët do të zgjedhin që të ndrojnë gjinin dhe nën moshën 18 vjeçare. Kjo është çmenduri, kjo është për të prish balancat njerëzore, për të prish marrëdhëniet familjare, për ta shkatruar shoqërinë shqiptare, pasi unë e them, mund të kemi shumë gabime, mund të kemi shumë defekte si shoqëri. Por shqiptarët kanë ca tradita valla, janë familjar, janë shqiptarë, janë me gjak blu. Djali, vajza, siç na ka kriju Zoti. Unë e mbështes të mos kam pikë turpi, sepse këta duan njerëz nga këta që kanë frikë, flasin vërtetën, o vlla. Po si mund të them unë nuk jam pro familjes, ku unë jam një familjar, kam motra, kam vlezë, kam nën, kam bab, kam ndruje, domethënë, po kam marrë nga një bab dhe një nën. Por na ka kriju Zoti, më vlla. Por zgjedhin bojnë çfarë don, po. Pakën një fëmijë nën moshë, se këto janë manipulime. Një fëmijë nën moshë manipulohet. Pastaj mbi 18 bën çfarë duan me jetën e tyre, mo, pavarësisht se ne jemi kundër, po si ndalen dot. Ama mos ndërhyjnë te fëmia. Shiko, këta harrojnë që shqiptari valla ka një traditë që edhe 40 vjeç tjetë fëmia plako i rrin kokët prapë prindi. Edhe 40. Jo 18 që nuk ka shans ta tolerojë prindi fare. Domethënë ne jemi shumë ndryshe nga kjo, nga bota kuptim në fjalës. Sepse në për botë, mushet 18, ti dorëzon çelca plagu, thot ec plagu. E të vazhdoj jetën. Kry punë. Ashtu ka gjithë bota, por ne jemi ndryshe. Ke neve duhet pak kujdes për këtë gjona. Po, unë se kuptoj edhe i diçka tjetër. Njerëzit, se është ai llafi që ti thënë fillim fare, njerëzit me njëri tjetrin me zi bohen. Hanë me dhomë, rrifen, vriten. Me tujet qeshin, sepse dihet që qik me tujet ke mundësi me boni manovër, alle shqiptarë, flasim drejt e trim shtremat. Po, që ti që shqiptarët ka që liberale burë. Nuk e di që po ndodh. Po, kanë ngel shumë pak, edhe është trashje tesa, sa që nuk e ka më menjën e i të meret edhe me këto i gjonat e tjera. Sepse është luks të kesh kohën merresh me këto vlla. Vrasësh mejen, marrësh informacion. Ti ke vite që di shumë mirë dhe gjithë shoqëria shqiptare din shpopullimi nuk është gjë tjetër përveç se këto synime. 700 e ca mijë shqiptar që kanë nga 2013 e tutje. Kjo shpopullimi këto pasoja ka. Shpopulloje edhe pastaj vendos ligje çat duash, ndalë edhe frymën bëja me pagesë, sepse i ke nën komandë. Kështu që duke shpopullu vendin, kanë arritë dhe këto agjendat e tyre. Të bojnë më kollaj sepse nuk kanë probleme. Pikërisht. Sa më pak, aq më shumë bëjnë ata. Ka i diçka. Tash pak njerëz kanë ngel, se po themi drejt, mund të jetë 1.5-1.6 milion në Shqipëri. Maksimum 1.8, ma shumë nuk janë. I lem ta çaren 2 milionë gjys. Pa lej, stati është i manipuluar. Shpralla me mret, më kupton? Po do thonë të flasin këta, se këta kur flasin se kanë për ne vlla, e kanë për ndërkombëtar. Neve njerëzit di shumë mirë se aty kanë lagje. E di me ça han, ça pin, ça makinë ka, si ikën si vjen. S'diskutohet. Po kaq pak njerëz që kanë ngel. Shumica po na vjen nga ne, pa xhit kush të verdh general. Është mush plot Shqipëria shumë. Po. Edhe ashtu mund të jemi 2 milionë gjys. Po vaki, që si llogarisin dhe me këta. Ashtu i llogarisin. Po. Por kaq pak
ç'përndam në përgjithësi fokusi ishte në Tiranë, edhe në Durrës realisht. Po. Se pastaj fshatrat janë zbrazë çfarë? Me kaq pak njerëz, një kolpo të bukur këta e morën me protesta. Se mirë, keq, pak, shumë, tej mase shumë, i qik më pak sot, i qik më pak nesër, sa ditu bolla, shkoj mbi 52 53 ditë duket sot. Domethënë ka majt aq gjatë sa që edhe kaq pak sa jemi ne. Prap Kjo tregoj që jemi shumë. po e jap. Po, shiko. Protesta është një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur. Kjo protest. Kjo Jarojmë tjera. Kjo protest, patjetër. Pensionistash alla Sali Berisha. Tani normalisht që protesta kështu. jo, si kjo protest nuk ka ndodhur. Asnjëherë. Si kjo protest nuk ka ndodhur. Është një nga protestat më të gjata, përpos një proteste që 108 ditore që bëri një grup tjetër, ishte apartjake pavarësisht se u bën nga një parti e re, nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, 108 ditë rezistencë për balë kryeministrit. Normalisht nuk ishte shumë e madhe numër, deri në 4-5.000 ishin protestat e para, pastaj ishte një grup më rezistencë që zgjatej më shumë. Por kjo protest është e para më e madhja në numër që ka ndodhur ndonjëherë në historinë shqiptare. Nisi shumë bukur, shumë e fortë, saqë kjo protest nuk arriti të kuptohej nga analizë që janë rrit në selit e partive, që janë specializuar për të analizuar protestat, janë analizë specialistë, Molotov ato. politolog, Gjujti, Molotovi, vrau, ktheu. Tamam. Edhe këtë protest nuk e kuptoi as vetë kryeministri, erdhi si bombë. Pastaj u munuan dhe po mundohen ta baltosin me çdo kusht. Kanë fut njerëz të infiltruar nga 4 anet, sepse unë kam qenë prezent. Dhe i kam pa. Kam shkuar një ditë po një ditë jo në protestë. Kam qenë vazhdimisht në Tiranë. Dhe kjo protest zhbëri propagandën 13 vjeçare të kësaj qeverie shumë të fortë dhe pse jo të gjithë politikës vjetër që e ka mësuar popullin me manipulime, me ëndra, sikur gjithçka po shkon mirë, sikur kemi një shtet që punon dhe mendon për popullin, kemi një opozitë që kujdeset shumë dhe qanë për popullin, por ndërkohë që ka treguar që shumë herë janë bërë bashkë dhe s'kan kontribuar asgjë për popullin e tyre, kanë pas shumë gjëra në dorë. Po, dhe kjo protest po i godet shpirtërisht dhe psikologjikisht politikanët e vjetër, sepse më në fund po e kuptojnë që populli është zgjuar dhe ka kuptuar gjitha hilet e tyre 36 vjeçar që kanë bërë bashkë njëri tjetrin. Dhe këtë nuk ka demokratë, nuk ka socialistë, nuk ka popull qytetar të lirë apo elektorat gri që nuk e di. Thjesht partjakët e kanë pak më theksuar edhe ata e dinë, edhe janë shumë koshient se çfarë kanë bërë politikanë. Prandaj dhe ishin atë protestë të gjithë. Demokratë, socialistë, elektorat gri, komunitete, organizata, persona masit kufizuar e gjitha shtresat qytetare. Sepse realisht me shpirt e dinë që politikanët e vjetër ja kanë ndodhur shpirtin. Thjesht rikthehen prapë në ato selit e tyre sepse mendojnë se gjejnë diçka, gjejnë një ngrohtësi mbase një vend pune nesër, mbase një karrierë politike, edhe qëndrojnë aty. Por protesta i bashkoi gjitha dhe i demaskoi gjitha me radhë. Dhe mendoj si ka dhënë një kolp për pushtetit shumë të fortë. Saqë nuk kanë pas forcë reagimi për shkruar, thjesht kanë përdorur një banalitet postimesh që nga kryeministët dhe tjerë copy-paste kompania tyre Rilinja dhe Ko. Pra, poston kryeministri, demaskon një protestues, del aty o burra gjithë qeveria, që janë drejtora gjithë. Pastaj me radhë. E dera Sala mbrapa. Edhe Sala shikon në fillim Berisha, doktor Berisha ishte kundër, por e pa që fuqia e popullit që ka shumë e madhe dhe e kuptoi që ishte gabim dhe pastaj filloi ta mbështeste. Realisht aty në protestë ka një përqindje shumë goxha të konsiderueshme të popullit demokrat, por mendoj se kjo nuk ka lidhje me doktor Berisha, ata kanë dalë me vullnetin e tyre të lirë, sepse si thash, çdo
antar një partie politike shpirtërisht e don Shqipërinë. Thjesht duhet ta kuptojnë që ka kohë të shkputën dhe pastrohen nga politika e gjetë dhe të rikrijohen partitë, të ripastrohen dhe të riformulohen, të kandidojnë trinë e treja për ta çuar Shqipërinë përpara se ndryshe me këto rënë që kanë ngulur këta është e vështirë. Shiko, ka koha që ta duhet kuptojnë që del robin pensiona por. Nuk rri dot një jetë në punë, duhet dhe këta pak relaks. E kanë kuptuar, por thjesht e kanë kuptuar vesi që populli nuk është akoma i organizuar për t'i larguar. Prandaj dhe vesi, unë them vesi me bol lek vlla, është çik i keq. Po hynë aty s'tel dot po. Po normalisht se këto nuk janë vetëm vetë që presin ato lek. Janë shumë tjerë pas tyre që kanë punuar për pushtetin e këtyre dhe vazhdojnë të shpërblehen dhe t'i ndajnë kullat në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, Bregdetin, siç e kanë coptuar. Pra normalisht që ky shkatërrim është i përbashkët. Nuk ka shumë ngjyra politike, janë gjithë ngjyrat bashkë. Nuk i ka të veçuara. Shiko, një pyetje. Këto partitë e vogla vlla. Ti the një aktivist, por je dhe antar të Partia Shqipëria Bëhet dhe ish kandidat në qarkun e Durrësit me logon e kësaj partie. Të kuptoj. Që një pyetje të përgjithshme. Patjetër. Këta partitë e vogla, sa ndikojnë aty ke protesta, edhe realisht, sa seriozisht e kanë vlla që mund të vinë në pushtet dhe të bëjnë ndryshim. Duke qenë se ti, shikoj, unë të flas pa dorashka. Patjetër kështu. Edhe nuk du të vënë siklet, ndoshta edhe pjesë e një partie të vogël, nuk e gjykoj fare partinë. Kupton, jam totalisht. Unë merrem me muzikë vlla, nuk më bëhet vonë fare se kush atje. Domethënë, s'kom qenë herë, s'kam përqenë herë me këdo parti të vi atje sipër, zero absolut. Mjafton që kushdo të vi të bëhet punën për njerëzit edhe Bixhilla ta bëhet për vete burse, për vete bëhet për kalamujt e vet. Gjithë kemi jetën bashkë. Shumica i ka çu jashtë në për shkollat mia, po harrojnë që kanë kalamaj vet, po ka vllai, ka xhai, ka dhe fare fistum, kupton, po këta i kanë shumëzuar gjithë me zero. Mjafton që ato 4 veta që kanë shtëpitjen në rregull, mirupafshim tjerëve. Po toja. Partitë e vogla. Unë i kam ndjek shpesh. Bën shumë zhurmë për sa i përket qeverisë, mënyra se si qeveriset dhe si është qeverisë Shqipëria, problemet i numërojnë pafund, më kupton? Por nuk e di se ç'i shoh pak kur vinë zgjedhjet vëlla, se ç'bëjnë ç'i gic me njëri tjetrin. Dhe ajo të leni shije që është gic për karrige vëlla. Ndoshta tani mu të paktën më japi një përshtypje që ndoshta janë me pikpyetje, jo 100%. Atëherë këtë është ideja ime, pa të vonë siklet, ta sheni. Patjetër. Atëherë më pyetë në fillim se sa ndikojnë këto partitë e reja. Fakt se të vogla nuk mund t'i themi më, sepse kanë marrë goxha një konsiderat votash. Ndoshta shpreha është gabim, po janë të reja. Të reja, partitë e reja. Realisht kanë edhe ata grupet e tyre, normalisht, sepse kanë marrë disa mira vota, kryesisht Partia Shqipëria Bëhet ka marrë 85.000 vota, me 64.000 të vlefshme, me sa mbaj mend Partia Mundësia ka marrë diçka rreth 40.000 dhe Partia Lëvizja Bashk ka marrë diku 20.000. Dhe të tregoj që tani Lëvizja Bashkit i ndajmë pak. Është Arlindit mos gaboj? Po, Lëvizja Bashk është e Arlindçorit, Mundësia është e Agron Shejajt dhe Shqipëria Bëhet është e drejtuar nga Adriatik Klapaj. Pra, siç the, mendoj se kemi pas grupet tona, patjetër që po, sepse siç thash, pakën te lëvizja ku unë aderoj, kemi bërë një protestë 108 ditor mes Tacarit, Shtotit dhe Shiut, dhe treguam që patëm një konsiderat numrash dhe kemi gjithë të votues sepse
njerëzit vinë aty pa përfaqësuar dhe ne nuk mund të normojmë se sa njerëz kemi te. Po kryesisht, për shembull, e them pa teklif, diaspora që ke parë në protest kanë qenë gjithë të angazhuar, antar dhe ish antar dhe ish kandidat të Lëvizjes Shqipëria Bëhet. Pasi janë disa biznesmen dhe atletar shqiptar që jetojnë në Londër dhe ata iniciuan që mund t'i përmend Led Armeti, Eduard Kaca, disa personazhe që janë 12 një orë tashmë për publikun. Edhe normalisht që fillojnë nga atje diaspora. Fejt që se që shoh një gicmic kofërshate, realisht unë si individ kam prit shumë para fushatës që të kishte një bashkim të partive të reja, por pas që ishte vështirë t'i bashkoje, mund të them që Zoti Lapej, unë për këtë e respektoj dhe e përgëzoj sepse kishte pothuajse një vit që i ushtrinte dorën si Zoti Qea, si Zoti Çori, që hajde bashkohemi pavarësisht idealeve dhe këndvështrimet që kemi për ideologjinë politike, të bashkohemi kundër klasës politike të vjetër. Por realisht pas që një tendencë kishte nga Zoti Qea dhe bëri një gabim fatal që në mesin e fushatës goditi publikisht për një dokument të Zotit Lapej si avokat që kishte bërë një gjyq, domethënë diçka thjesht normale që do e bën çdo avokat, dhe përdori për karrierë opozitar partive të reja në kulmin e fushatës. Një gabim që ne pristim bashkim dhe Zoti Sheh tregoi që bëri një sulm përçarës. Pastaj Zoti Çori nuk është bashkuar për disa arsye, pa dhe një debat me një protest para disa muaj para fushatës, dhe merri keq realisht që nuk u bashkuan. Dhe ky gicmis që të ti edhe mu s'ka pëlqyer, por shpresoj të kenë reflektuar me kohën, dhe zgjedhjet e ardhshme janë afër, si zgjedhjet lokale dhe pastaj ato qendrore, parlamentare, kështu që kanë kohë për të reflektuar dhe për të shtrirë dorë njëri tjetrit kundër kësaj klase politike. Pasi mendoj se po të ishin bashkuar partitë e reja, sot do të kishin shumë mandate në parlament dhe do ishin shumë më të fortë bashkë. Le t'i ndajnë idealizmat e tyre në sheshe, në protesta apo në fushatat e tyre, por të pakën të jenë me një linjë kundër politikës vjetër dhe ta bëjnë Shqipërinë. Mendoj se kanë potencial të tre për ta bërë Shqipërinë, kanë potencial për ta bindur popullin shqiptar kundër klasës politike, e kanë bërë deri diku, mendoj se do shkëlqejnë prap, do arrin të bëjnë diçka për vendin, do marrin shumë deputet të gjitha partitë e reja, dhe shpresoj që politika e vjetër, edhe me këtë protestë që është ngritur, do marrë një kolë për shumë të madhe. Dhe mendoj se partitë e reja do të rriten, por siç the edhe ti, siç po them dhe unë, duhet të largojnë egoizmat personale dhe të mendojnë për Shqipërinë, për atë që ka të rasin në bulevarde, në trotuare, në fushata, në televizione. Pra vetë thonë, duhet ta bëjmë Shqipërinë, po luftojnë për Shqipërinë, për ta tregojnë dhe t'i zgjasin dorë njëri tjetrit dhe të tregojnë që janë me ne, për Shqipërinë, kundër politikës vjetër, kundër hajdutërisë, kundër korrupsionit. Bëjnë një Shqipëri më të pastër, më të qiltër, më të lirë, me njerëz dinjitoz në krye të vendit, mos jetë më kjo Shqipëri me patronazhisëm, me militant, e mbushur, me banda, me njerëz paftë në institucionet tona dhe drejtues në për gjitha degët e qyteteve, në për gjitha zyrat, dhe madje ka fillu të 4 vjeçarin e fundit që edhe në sektorin privat po punësojnë njerëz paftë, pra vetëm me presionet e tyre politike. Dhe kjo po degradon vendin tonë. Duhet të kthejmë rinis buzëqeshjen, shpresën, tarmen. Shiko, inshallah shkon ashtu. Kur mos thuaj kur. Gjithmonë ka një drejtë jeshile në fund tunelit. U faktikisht qeft madh kam që t'i kem këta përfaqësuesit edhe bashkë, po edhe tek e tek në studio.
Patjetër, besoj se do t'i kesh. Po, kam një kështu një frikë të vogël që do më degradoj emisioni, do dali si emision politik, po shkova deri në figura. Se po fillove të marrësh figura, detyrimisht del një futesh kategorizosh me një variacion tjetër. Domethënë dhe nuk the se kam qef, se tash e kam emision për qef artistik. Flasim për gjitha temat si folëm bashkë deri tash, happy me një qyfyr, me një diçka që njerëzit edhe kur ta ngjën një kritik, ta ngjën me lezet. Duke qesh, mos ta ngjën vetëm si tush çu me çekiç ke koka, sa ata e din ata kanë çekiçin këtu mrapa për ditë. Po paktën i diçka. E kuptoj. Ti s'do të dalë nga konteksti, normalisht. Më tregoj atë që u kam bë. Po, nuk do të takojmë një soi si tjerët, po nga janë nuk më lën ai krymi që ka përrejna. Unë mendoj sepse i kam ndjek më burr, i kam ndjek edhe kur i kam ndjek edhe në emision që kanë qenë gjithë bashkë. Edhe i shoh me atë idenë se cili do të duket që unë jam i pari. Më kupton? Dhe të gjithë flasim për një njëjtën temë, thjesht shpjegimin e japim në versionin e vet, masi kanë një gjuhë tjetrin dhe e përmirësojnë që dalin më të mirë. Domethënë, biseda është totalisht e gjitha jashtë logjike, pa sens, dhe sa herë i pyet, "Ore, ku është problemi që ju nuk bashkoheni?" Asoni si e përgjigje, po i reshkasin me stili, me shkole. Nuk e di me ku i ke ndjekur, po mendoj se kanë qenë Blendi, respekte për profesionin që bën, ndosë Ylli Rakipi. Se kanë qenë disa emisione bashkë. E kuptoj, kam ndjek. Po bën debat. Po mendoj që, edhe analistët që kanë vite kanë filluar ta banalizojnë pak emisionet, themi realitetin, se thamë po flas pa tek. Shiko. Kanë krijuar një lloj pushteti edhe këta, po ta vesh bën një kakofoni pa parë, sepse ne jemi koshqet. Shiko, marrin rrogën, po. Me rrogën ne do bëjmë emision. Unë shoh që janë deri diku të orkestruar disa emisione. Ka kakofoni, kjo nuk pëlqen. Pra, prishaj, do të tani jashtë logjikës po. Basa edhe për ne, prandaj edhe nuk kanë shkëlqyer këto. Domethënë, drejtuesit e partive të reja. Janë dy gjona që ti kur i ngjon, për shembull, para të pyeteni, edhe thash pa të vënë siklet, jo se po shajnë një prej këtyre. Thjesht përgjithshme. Po kur këta flasin, momenti që i bëhet pyetja dhe ana shkalohet vetëm nga të gjithë. Se kuptoj pse ai moderatori shkon mas fjes plako dhe nuk i kthehet prapë ke pyetja që ka bërë. Ose e kupton që këta zot përgjigjen, edhe ai na shkalon atë dhe ec, më kupton? Ose nuk ka mundësi tjetër, sepse nis muhabeti për Shqipërinë, flasim ke partitë. Varga vullneti se cilit. Jo, nis muhabeti. Dhe në vend se të flasin konkretisht për veten, për planin që kanë, dhe qa mund bëjmë bashkë, nëse mund t'jemi bashkë, degradon muhabeti që në 10 minutin e parë dhe flasin për Ramën, për Berishën, për Ramën, i bëj reklam atyre. Dhe më dhenë, që gjithë kohë si ti fletë Rama Berisha, është stila i që ti angulit njerëzve në kokë ma tepër se ç'duhet. Nuk duhet përmend ata vëlla. Ti dil dhe fol për vetë. Në fakt, tu jam dakord, sepse kjo është e vërtetë që ne duhet të tregojmë më shumë alternativë. Unë mendoj siç thash, pra unë e shoh që është një skenim i analizë i moderatorëve djetë, sepse janë rregjë me politikën ata. Dhe ta kthejnë situatën në mënyrë të tillë, ta bëjnë përgjigjen, ta bëjnë pyetjen, dhe nuk presin përgjigjen. Nëse ke vure, unë nuk shoh një emision për ashtu podcastet, mu më pëlqen më shumë podcastet vitet e fundit. Emisionet televizive janë emisionet kakofonie. Ta bën pyetjen moderatori dhe nuk merret vesh kush përgjigjet, ndërhyjnë analistët dhe bëjnë ndërhyrjet e tyre. Analistët që ftojnë aty dhe shohim që janë analistë paguar në përsëri partish, kupton, që të njohin. Mendoj, pastaj mbase edhe pa aftësia aty ose duke qenë 2-3 vetë, është njëri del nga situata, tjetri nuk përgjigjet, njëri përgjigjet pak, tjetri ndërpret. Unë mendoj që është tendencioze, por s'kan përgjigje mbase. Shiko vllajn. Unë vetëm një pyetje kam për gjithë partitë e reja. Një pyetje. Unë do jap përgjigje për atë që adoroj, nuk e di. Jo, është pyetja përgjithshme, nuk është për ty, është si thosh pyetje që nuk ka nevojë për përgjigje e bukur. Tash duron 4 vjet që të vinë zgjedhjet, dhe kur vinë zgjedhjet ti, domethënë, bën gabime dhe nuk jep maksimumin. Bën gabime
dhe nuk jep maksimum. Ikën zgjedhjet, i vollën, i bon, i kthyn rap dien. Tash sa po aq shumë durim ket presësh 4 vjet tjera më burr. Ta nuk i kuptojmë. Domethënë, ikin 4, po kur do donë ta marri shtetin ai? Kur shkoj 60 vjeç. Domethënë, ti ke 4 vjet kohë të bësh maksimumin e mundshëm. Kuptoj. Qëra. Jo të presësh edhe 4 tjera. Unë do të përgjigjem. Se është gjithmonë ideja që erdhën zgjedhjet. Po 4 vjet i boni spektakël ai në shtet atje. Të boni me folë vetë. Shiko, nuk e di tani për partitë e tjera opozitare, po di të them për këtë çadëroj se në djep. Përgjithshme, nuk kritikova një. Ja, kuptoj. Sa durim nuk e di sepse ne si lëvizje nuk kemi shumë jemi këtu në lëvizje politike. Edhe nuk kemi shumë as si lëvizje, organizat nuk kemi shumë vite. Në 2023 kemi filluar. Tani si provë parë, mendoj se nuk do nem keq me 84.000 vota. Ne shohim që kemi pas partinë në LSI-s ka gjumë miliarda euro miliona euro duke quar të rinjt në jalë, duke i paguar pushimet, edhe u desh shumë vite që ditë partia tretë. Ne të regojmë se dojnë partia tretë edhe pa fonde, s'kemi marrë fonde nga KQZ-ja, pas si që është regullit që një parti që vinë për e të parë nuk merë fonde nga KQZ-ja, pra për infrastrukturën për burimet njerëzore që ka lëvizja partia. Që të vështirësojmë punën, pra mos futesh. Ne jemi formuar si parti në vitin 2024 dhe për një vit bëm një fushat shumë thjesht, shumë të fortë, tërguam këmbgulje. E kam ndjek lapa i dhe mendoj se morëm dole mirë. Që fillimet e veta. Po. Që kur dilte vetë për problemet pa shkallëzu fare, ke pjesa e kësaj. Po them kot, ato financat nga KQZ-ja të bëjnë punë bosh fushat. Po, s'diskutohet. Këtë e din çdo parti. Po. E vogël flas, po të rejat flas. Se të mëllajat i kanë legët, kanë let vetën. Tash po them kot, nëse të bësh një fushat të mirë, që ajo jep rezultat. Po them dur një 5 milion euro fonde nga KQZ-ja, se nuk e di se sa dur, po ja fus kot. KQZ nuk t'jep. Tash ti vetë tiu nuk sa arrin dot atë lloj shumë të bësh fushat mirë, do bësh aq sa ti ke mundësi të bësh. Po me aq sa ke pas ti me sforco, sa vota kishit Mariu Këtralla 84.000. 84.000. Tash presupozojmë kishe pas financat në rregull. A do të kishe minimumi 2 fishua do? Minimumi po them. Besoj se do ishte mundur, patjetër që po. Shumë. Të marrë shembullin, sa partit vogla janë vlla? Tani ka shumë aktualet flasin për këta të rinj. Këto më të njohur janë 3. Për të rinj flas, nuk flas për këta që kanë pasjen edhe janë parlament i qym parti. E kuptoj. Këto të thonë që janë më të njohurat, që për personazhet që folin që janë drejtues, janë 3 janë më kryesore. 3 kryesore. Po them kot, sikur nga diun 1 milion euro koka, që mund t'i kenë harxhu po them kot për fushat, i thënë 3 milion euro. 84 ti, 54 ai që rëndësi ka. Bashkë këto, shkun për ja fus kot një 200.000. Po ishin për këthyn mandate. Shkun një 200.000. Tu pas edhe fondin gjithë bashkë, 2 fisha. Dhe ishte mrekulli. Shkun një 400.000. Po, dhe ishin goditje më fatale për ti. Pa ne edhe kanë luftu bashkë, pa ne edhe kodin elektoral të 2 parti kryesore të vendit, të majt edhe djata, e kanë bërë si që kanë bërë, por mendoj se përveç kësaj ishte penalizimi kodi elektoral. Pasi shumë faktor, këto kanë bërë shumë faktor. I banalizuar totalisht. Lufta është, ku ti gjohë që atë është luftë me alien kjo, nuk është luftë me njerëz. Tamam, me mullin të erës, domethënë. Shiko, shumë e vështirë. Ishte e vështirë. Shumat që te janë shumë mëdha, se realisht unë se di, stiva fakt. Me sa di unë partia kryesore PS-ja ka marrë 600 ca mijë euro, PD-ja 400.000. Pastaj ka marrë Lëvizja Bashkë duket se ka qenë për herë dytë në zgjedhje, por partia Mundësia dhe Partia Shqipëria e Bërë nuk kanë marrë fonde. Normalisht që zoti Shea është biznesmen dhe besoj që ka pas një kontribut vetit. Ne kemi qenë realisht pa fonde, ne kemi qenë thjesht me kontribute nga dhurime domethënë natyrore, kështu quhen në aspektin politik, nga dashamirës, mbështetës, kryesisht nga diaspora, dhe kemi bërë fushat me vetë financim personal, me deklarata gjitha, me dokumenta, pasi KQZ-ja
ishte shumë e rrep në këtë fushat. Do të duhet se ta nxjerrin po normalisht me letë. Kemi dokumentuar gjërat më të vogla deri në 10 euro sponsorizim në Facebook. Pra normalisht janë shumë një dakord me rregullat. Pavarësisht se partitë e vjetra s'ka lënë gjë pa bërë, domethënë, se fushat që po t'i hyjë hetimit atyre kanë hedhë miliarda euro. Edhe guri miliona euro. Kështu që na ka penalizuar kodi elektoral, pasi minimalisht do të ishin kthyn 3-4 mandate. Po i problemi që patëm më të thonjë sa koalicion më parti tjetër. Se që e bukur si madhë, di më unë kam qesh me lot, pavarësisht tash u në politikë smerë. Po që dalesh tash të bësh avokat populli. Po. Edhe ti jesh kështu, jo chill, po. Në histori, a shiqar fare që jo e shita po. Shiti. Ilaç gjitha. Çfarë bësh? Po ku di çfarë, vetëm surrat për avokat. Po çfarë bësh? Pa pasën personale më atë. Avokatin e popullit. Ja tu në aspektin metaforik. Që gjigant shoku që të ketë ta mushi qy me figurë. Një person pakën aktiv. Ai është shumë burçill për jetën sociale vëlla, ai është. Tash si mund të bëhet avokat populli një pa të themi kështu pa tek far tratar. Sepse shiko, se është hap një mentalitet, është prap një mod të në Shqipëri që olla po që politikan dredharak mashtrues do të jesh politikan. Jo më shok jo. Unë e di që Zoti Lapaj me Zotin Ende Shabani po thuj se janë rritë bashkë në për organizata, në për aktivizma. Tani tratja njerëzore ka vazhduar qëndrimin e njerëzimit. Nuk është i pari Ende Shabani që ka prodhu një trati. Tani Zoti Lapaj i besoj, realisht, i besoj. Dhe një person që futit të listat e mbyllara që duhet të rriqeshin dhe KQZ mandatonte atë të lista e hapur, tregoj që një tratar që i besoj ai e bllokoi mandatin dhe Zoti Lapaj u tregu prap tolerant dhe i tha Zotit Ende Shabanit, hajde ulemi, sepse unë vërtet kam thënë që nëse marr një mandat zota marr unë, nuk e dua unë mandatin, po t'ja japim femrës më të votuar në koalicion. Zonës një avokate, juriste, zonja Greta Ambeli. Dhe Zoti Ende Shabani si karrierist që është egoist, thot nuk e jap dorëheqjen, i thot dajës ti që e kishte futur në lista mbyllur. Pra i thot mos jep dorëheqjen ti sepse mandatin e dua unë. Dhe ashtu ndodhi e bllokoi. Pastaj KQZ-ja ndërhyri dhe i dha mandatin një zoni tjetër, zoni Sana Dajko, thjesht një familjar, një zonjë grua. Boni rregullator. Po, që nuk e ka asgjë Zoti Lapaj, se këto janë spekulimet pa para. Është ajo nga Saranda, mamaja Zotit Lapaj është nga Ermeti, ka lidhje. Po, pikërisht. Pra zonja është zgjedhur nga KQZ-ja thjesht sepse ka emrin me A. Fillon alfabeti me A. Po. Dhe ashtu e vendosi ligji dhe ashtu ja dhan. Pavarësisht se me disa parti tjera ecën në standard tjetër. Po kështu është sistemi këtu në Shqipëri. Dhe fal këtij sistemi zgjedhor ndodhet dhe kjo, se po të ishim me lista të hapura gjithë partitë dhe me kod elektoral proporcional kombëtar, është shumë më e pastër gara, dhe ta dim për këtë votojmë më vëlla se po votojnë njerëzit e s'dim për këtë votojnë apo vendos partia për këtë do votojmë ne më. Po pse më kaq budallëjemi ne, nuk kemi kaq trashnë jo. Na ka servir politika kështu. Po ti listat e hapura shifet i sa i zutësh ky popull. Do votoj ata që punojnë më. Se nëse votojmë unë e ti nesër, këtë do votojmë ne. Atë që do partia, apo atë që menojmë nëse bëhet diçka për qytetin, për Shqipërinë. Ma dhon ditë se mi gjë. Të pyetësh çunin tim sot, kush presidenti i Shqipërisë? Zero informacion. Asja ka bën fare. Po. Jo për gjë, po se ka parë një mesurat. Çat nëse po di se edhe nuk den. Por se dim jo më të futesh ke deputetët. Me sa dim Bajram me ka emrin ai. Po kam gabim, se as nes po njohim. Një me mustengje vogla. Ai që lund tek kshu ç'është ishte një lojë Taxhikistana, se ku ishte, një lloj loje kështu me gur, me kum. Por e hidh të zarin bukur mos. Shiko, mund bëj kasino këta valla. Mund bëj shumë përshtypje këto budalliqet që realisht bëhen me vedije dhe bëhen ashiqare. Domethënë, tash nuk ka asnjë, secili punon, rrug kokën e vet edhe bën për vetë ka, më kupton?
sot është mregull, nesër e rasin mrena, pas nesër shkon, digjon Dubai, i shion të legë. Është, si tush, risku ati që ka ma përsipër. Nuk më intereson fare pjesë. Mu më intereson kjo. Del dhe bon një budalik, një manovër, një diçka që më përpara ka pas bo vlam qeftas duke u rujt. Më kupton? Sot bëhet ashiqare, komplet se duket sikur se bëhet vonë më burë. Domethënë, të ai tjetri që ty të shef, ai po të shef ashiqare, që do të thotë kjo, se këta në gjithë dele, budale, ku, se arruj për këta. Domethënë, unë e shoh gafën ashiqare. Edhe qesh me lot më burë, se realisht e shuesh. Po të aq, dej këtu ka shku puna që nuk e rrunë njëri sot vla se e shikojnë tjerët, edhe thot ai, e të mërtot se së mbojt vonë fa. Manovra që bëjnë këta, mos kokqarja e tyre, exigenca, arroganca, se të bëjt pushteti, sepse tash i realisht në fillim edhe i kanë dotuar, pastaj fillun qik vjedh, qik marrën ca botat, ca me presioni, jo administrata, jo tek tuk, edhe tani krijuan pa të krijuar edhe një lloj pushteti këta, friction, dhe një lloj se është dhe problem kjo. Populli ka votu prapë se prapë i fund. Po. Tash nuk i more ti se volle një 100.000 vota, po prit janë 500.000. Nuk aty sa ato nuk e di çka kanë bërë, mund të ketë bërë terror gjatë natë. Kanë krijuar një imunitet këta. Po 200.000. Krijuar një imunitet ndaj drejtësisë. Por ti mba mend se kur u formu kjo Bjeci u të ftoft. Kur formu Spaku, mba mend si është votuar në parlament me 140 vota, ke pa në listi që është formuar me 140 vota. Po ishte ardhë telefonata. Kishte presion këtu, pra ne po them unë. Ta dhe më thënë, kanë hyrë në Vask bashk, edhe po lajnë në katët e tyre. Dhe tani Spaku ka ndërhy, është kriju me presion, mos me ndësë ja ka qefi këtyre. Ka ne këta po binë të lava pak nga pak, do të kemi dërim si popull, do të kemi dërim si qytetar, sepse gjërat po bëhe. Janë arrestu disa politikanë, do vazhdojnë, janë në tim gjithë. Kështu që tani, të ngrahamat e fundit, kjo arrogancë që përdorin, është po bëjnë si trimat e gjajallës, shiko se ne jemi këta që jemi, kemi qenë dhe do të jemi deri në fund. Por, ta të kishtë garantuar se aq që ndrapërshojnë ma të burgun ta. Sa që... Një më mirë, shikojnë... Do të merrohen. Dhe kanë marrë parasysh parë... Do të merrohen se kanë bërë shumë gjëra. Ti the ashiqar, është më keq për vetën e tyre që kanë bërë. Vetë të tyre kanë bërë. Pa ne ta përdojnë edhe pak arrogancën, se nuk ka kanë rënë perandor, më të mëdhej, kanë rënë mbretër, kanë rënë politikan, më të rrezikshëm botës. Kanë bërë gjysmë e popullsisë. Është në hall. Gjysma popullit pasaj i voton se ka interesa. Dhe pse them gjysma popullit i voton? Sepse është rrjet me i mangje. Unë, shefi, me 5 veta shtëpia, ky tjetri me 5, domethënë ka një gjërsi rrjet me i mangje, që gjysma tjetër e popullit do votojnë. Ovin për pjetën, votat do marrin prap ta. Nuk morën shumë, morën çik më pak, ca i blen. Prap, nuk janë pak, morësh 200-300.000 vota. Që t'je populli 200-300.000. I futin ja 200-300 i ke vjellë qënë, se i ka i ke blem, më kupton? Shpresojmë që reflektu njerëzit, sidomos mas kësaj protestës. Njerëzit rallës tjetër vlla, për menimin tim, qofse du me la Nikol, po që kur tjetë dita e zgjedhjeve, njerëzit t'ikin për qep në plazh, e në mos t'arrujnë mi shku, një atje këtë ke ajo plan. Kjo është kol po e madhe që marrin të gjithë. Jo, të gjithë. Falë, po nuk jam dakord. Jo, një sekond, e marrin të gjithë, që tynë me përgjithsi dhe kja i që mund qaloj. Sepse, flasim dhe për partitet e reja. është koka i mua, por nuk është tek pulla i e burë. Po s'diskutohet. Po ka mund të ketë 100 veta sot që i kanë strukturë e kështu e shu. Nesër, nuk ka 100 veta të mirë, një del shu që... Më kupton? Ai që del kështu prish dhe 2-3 kokra dhe 2-3 kokra dhe fyty të fillojnë problemet. Më kupton? Që duhet një protesta që t'japi një dridhje nga i pari ke i funit, që dhe nëse i pari është në rregull, nuk ka kolpe më të mirë. T'jenë gjithë me kam tokë. Unë mendoj se nuk ka armë më të fortë se vota.
sa do të protestojmë ne, prapë të vota do shkojnë, sepse asnjë qeveri nuk formohet pa votë. Unë them që vota është kolpa më e fortë që mund t'i bësh tyre, sepse sa do të vjedhin, nëse populli del masivisht dhe gjithë atë urrëtitjen, gjithë atë mlethi, gjithë atë padrejtësitë që na kanë bërë, po t'i shprehim në ditën e votës, bëhet një tërmet 7 ballësh. Marrë një goditje politika vjetër, sepse të qohë gjithë elektorati i Gritë, vi gjithë diasporat, votojnë gjithë. Jo kolpe që do marrin, po duke mos shkuar, thjesht fiton Rama, thjesht fiton kjo opozitë që është. Një pyetje. Ai mban pushtetin, këta mbajnë opozitën dhe kështu vazhdon. Zëre se për zgjedhje mori masivisht vota Lapaj, partia. Edhe del partia e parë. Shumë e fortë. Po një pyetje që mu për shembull ma jep Patjetër. ma jep truni është pyetja më e thjeshtë. Sa i fortë është Lapaj, po themi, t'japi kolpo dy partive të mëdha që kanë 30 vjet që shumë problem t'jellësh poshtë, ose t'i veshën shina. Shiko. Zëre Kur nuk si tash, asgjë nuk është e pa. kjo është sepse një ne palzgjedhje, marr një thashë. shembull Kosovën. Se kjo bëhet në proces kohe, nuk bëhet. Po ne marrim shembull, gjithsesi duhet të shpresojmë, sepse ke zgjedhjet e tjera. Shiko, Hup kolpo. fuqia e ndryshimit në popull nuk ka kohë. Nuk ndodhet befasisht, se pret askush. Si ndodhi kjo protesta, gjithë kishin humbur shpresat, gjithë nuk kishin moderim, gjithë mendoshin se motivi i popullit ka rënë aq poshtë sa është gropocur, ka vdekur. Ja po u ringjallë dolën 200.000 kanë qenë një protestë ditë shtune, në një nga datat e protestës, por aty mund të kenë shkuar rreth 500.000 vetë, sepse janë ndru, ca shkojnë sot, ca shkojnë më, pas shkojnë ca të tjerë. Aty mund të kenë marrë rreth mbi 500.000 persona pjesë në protestë. Nuk e di sa është numri. Ajo është puna që erdhën Pra, dalim te kjo. A ka fuqinë se ma bëri për zotin Lapaj? Ket tash. Po, formimin, si avokat, si student, ka qenë e shumë i aftë. Kjo ka të bëjë si person vlla. Po si person, po çiko, po s'e individi, po s'e i formuar, nuk besoj se është ja për drejtuar një shtet. Menoj, formimi aty është absolut. Tani nëse, siç thash, unë kam fuqinë nuk ta jep personaliteti, nuk ta jep figura jote, ta jep populli, pra populli beson, por nëse ti arrin me i bind për votën, ti thej nëse merr dhe del forca e parë, ku ka goditje më të fortë për politikën e vjetër se kjo? Pra, sa i fortë do jesh ti krasitesh këta mbrava kur të shkosh në shtet. Shiko, ajo krasitja nuk vjen nga kryetari i shtetit, ta kemi të qartë. Sepse nëse arrin puna që një kryetar shtetit krasis kundërshtar politik, ka marrë fund se këtë ka bërë Rama 13 vjet, apo Berisha më përpara Ramës. Pra, menoj se po vunin shina rendin publik, pra pikësparje e policinë e shtetit, ta depolitizojmë dhe t'japim fuqinë e dur policisë shtetit, që pikësparje gjëja parë një kryetar shteti duhet bëj herë, është të rregulloj rendin publik dhe të godas bandat. Të shpuz banda nga institucionet, nga vendimmarrja, nga punësimet e për institucione, nga komanda e drogës në porte dhe hashiqare në drejtorinë e policisë. Jo të kuptoj drejt. Kjo është themeli i parë. Nuk dur shumë kohë. Jo, bën shumë shpejt. Me sistemin që kemi, menimim, nuk pangull kam. Me sistemin që kemi në rëzje shkollandrisë Shqipëria, duhet e qiko të arrisht. Edhe do jetë shumë problem që, si tush, tjetë shteti shqiptar që ta bëj pa pas ndërhyje nga jashtë vëlla. Jemi shumë rrumpalle këtu që të arrisht sistemor gjithë vendin. Po besoj se gjitha këto si që veti shparë për shembull që Rama çka ka bëu, i ka godit gjithë këta për të qenë vetë, apo jo. Kë ka godit ai? Jo, flasim për gjithë partitë e tjera. Ka bëu spektakël. Patjetër. Ka përçau opozitën, ka. Themi që ky i ka bëu për interes të vetit. Po. Menojmë këtë, e më e supozoj, për t'i godit, për t'i marrë nën presion, më kupton, për interesat vetat personale. Tash, nëse është toleru kjo pjesë gjithë këto vite,
Ku është problemin që nëse nesër vjen një parti tjetër që është me men kokë, do të bëj zap vendin ta vend Shina, pse mos ja tolerojmë dha atyre neve që ti filloj ti krahasisi siç i kanë krahasit këta Rama, Berisha këto 30 vjet. Këta e kanë bërë për interes të vetin, partia re do ta bëj për interes të popullit. Pse mos ta favorizojmë? Ne po shputemi nga kjo mod e shëmtuar e politikanëve dietar. Ne po shputemi sepse vetë krijimi i SPAK-ut si institucion drejtësisë, por shput politikën nga këto krahasitje. Pra nuk ndodh më kjo. Nuk po ndodh më. Sepse prandaj edhe kemi kontribuar, janë hedhur miliona euro nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partnerët tanë strategjik. Pra, ta thash edhe një herë, kryetari i shtetit ka në dorë kryeministri, të vend Shina qeverinë, të vend Shina shtetin, ekonominë, të konsultohet me specialistë, të depolitizoj administratën, të mos fus njerëz në punë me mik, por me konkurim dhe me meritokraci, fusi meritokraci në sistem. Pra, nuk jam dakord te kjo që një kryetar që s'ka çat krahasis, punoj për shtetin, për popullin, për qytetarët. Politikën e krahasit vetëm drejtësia, ligji kushtetues. Gjykata kushtetuese. Edhe të gjithë administratën. SPAK-u. Qofse fuqizonti atë gjyqësorin edhe policinë mirë, po të marrësh këtë fokus. Nuk ke nevojë të merresh me administratën se kush volli boni ktheu. Po këtë po pa van çandarin ke dera nuk vjen moj këtë me këto. Nëse kryetari i shtetit nuk del shëmtuar siç ka ndodhur me zotin Rama apo Berisha më përpara, që kapen ministrat me korrupsion, me dosje, SPAK-u jep urdhër për t'i arrestuar, por ky mbron me imunitetin e deputetit, pra tregon që këtu kemi të bëjmë me shtet sistem korruptiv, abuziv. Pra, pikërisht po them, po shputet kjo pjesë, nuk ka më tani. Organet e drejtësisë do bëjnë punën e tyre, partitë do bëjnë punën e tyre. Dhe kjo po ndodh. Thjesht Rama po i mbron me imunitetin e deputetit. Gjë që kjo besoj që në fundin e pushtetit të tij kjo gjë do të marrë fund. Pra duhet ndryshohet dhe ligji i imunitetit të deputetëve. Në mënyrë që sapo të shkelin ligjin, tjenë organet e drejtësisë ata që do merren me ta. Dhe do shkojnë drejt kësaj, duke ndruar kodin elektoral, duke futur listat e hapura në sistem. Pastaj dhe vetë deputetët do bëhen më punëtor, do menojnë më shumë. Sepse vin nga vota, po nuk punuan mirë, nuk performuan mirë, nuk bëhen më deputet. Tu bëhen deputet nga listat e mbyllura. Ky është problemi. Duhet ta merrni ju pikërisht për këtë po mendoj. Këto ndryshime. Se këta nuk kanë mend. Unë nuk besoj më te politika vjetër, është e vërtetë. Mendoj se vetëm të rinj, duke qenë se kanë dhe fuqinë, jo se kemi mos ta marrim individualisht besimin, burrin që kanë ata, apo sa të mirë sa të qiejnë ata. Thjesht, mendoj se politikanët e rinj nuk e kanë fuqinë që kanë pas këta dietë. Edhe po vazhdojnë ta kenë akoma derisa të marrin fund. Sa të sigurt jemi neve që nuk do e kenë dot. Këta politikanët e ri nuk janë qeflit lekut vëlla. Nëse janë qeflit lekut, jo që nesër jo nëse janë. Nëse nuk janë. Domethënë, nëse nuk janë, ç'kuptim? Sa të sigurt jemi neve, për shembull, që këta politikanët e ri nuk janë qeflit lekut. Se qofse janë, po, gjatë duhet ta dish ti e unë sot, më kupton? Kurse ne nuk dim gjë. Duhem provuar momentin që pikërisht pra, që futen lojë, më kupton? Po, pëte thash, sa të sigurt jemi neve që këta nuk janë qeflit lekut. Tashit sigurt. Se është bot trend kjo. Do më bëjnë futu politik do tej. Sigurt se jemi asgjë përveç se frymës që marrim edhe Zoti që na ka kriju. Tani, bota ka ecur përpara duke provuar. Nëse ne shpusim këtë politikë që të vjell, që të poshtron, që të rre rrugëve, që të politizon administratën, ta mush me banda dhe të kërcënon rrugëve, qytetarët e tyre. Nëse shputen këto, nuk do ta kenë fuqinë politikanët e rinj për të pas një pushtet kaq të frikshëm.
Dhe nëse vjedhin, ta menojnë që do shkojnë pas hekurave dhe do të mbyllin karrierën e tyre politike, por do të mbyllin dhe karrierën e tyre familjare dhe do t'i mohojnë lirinë vetvetes, sepse do jetë shumë e thjeshtë për shkuar në burg. Ta kesh garantuar, nëse një ditë bie pushteti i Ramës dhe bie edhe pushteti i politikës vjetër në tërësi, nuk do guxojnë më. Do ta kenë shumë vështirë për të vjedhur, do ta kenë shumë vështirë për ta marrë partinë e tyre në pushtet. Përveç se populli jam i sigurt që do bëhet më i qiltër, më i zgjuar, më i vendosur, sepse është i friksuar me kjo politikë vjetër. Nuk do ta kenë këtë politikanë të ri për të bërë të që kanë bërë këta. S'do ta kapin as 4 vjeçarin, ti ishi garantuar për këtë. Pra do detyron të performojnë mirë. Inshallah. Sepse është lodhur populli dhe po e tregon që tani po zgjohemi. Thjesht po i mbajnë pushtetin me ligj, jo se i duan qytetarët. Shiko, unë dhe isha mund të administrojnë mirë, mund të administrojnë keq. Mirë është i provojnë. Vare. Prova janë sepse Po s'kemi provuar asgjë. 4 persona kemi provuar ne. Jermeta, Sali Berisha, Papesnana, Edi Rama. Prova. Tash, domethënë ti e provon Salën, pastaj ndron me Ramën. Pastaj thu jo, po ta provojmë Salën prap. Ja, ka marru kjo, ka ik kjo. Ashtu. Atë që unë du faktikisht është kjo. Janë hipokritë ata që mendojnë këtë. Thjesht nuk kanë realitet. Duhet t'i afrojmë pak botës. Gjëja parë vëlla që ata kanë ndryshe nga ne. Neve që themeni ne patriotat. Patriota, është patriota kot pa lidhje. Është sa për thonë me bëni një video për TikTok. Bota jashtë vëlla, bon luftë, i bon gjithë zezat për interes të vendit vetë mrena. Bon luftë me të gjithë, munohet të krijoj situata me të gjithë, çdo gjë për interes të vendit vetë. Dhe kur del fleta i pari atje, thot për ja fus kot. Francën thot ai. Për Gjermaninë thot ai tjetri. Edhe thënë këta Gjermania, po të ri që Gjermania u fundos bëja, po pse më burë se Gjermani nuk thot, nuk bon si neve. Më kupton? Gjermani le tjetë për gjithë botën, për vetë në vetë, fare më burë, thot, që varja, më kupton? Ndryshe nga bota, ne s'du venin tonë këtu. Gjëja parë që kanë këta. Që duhet ta kenë të rritë. Po edhe me parimin, Shqipëria është e para, vëlla. Sa do e vogël ti, s'është problem. Jo, fare. Kaq, s'është problem fare. I vogël është dhe Izraeli, i vogël është Singapori. Po të thush, Shqipëria është e para dhe tjerët vinë mrapa, do të thotë atëherë ti bon plago, je për këtë vend. Nuk diskutohet. Që ti në çdo lloj forme të mundshme të vësh, të punosh për Shqipërinë vëlla. Deri sot Shqipëria është për çash batërdia e madhe, drejt ta themi batërdia e madhe. Nuk e çakova një fare për këtë vend. Është bë kështu. I cop njëri, i cop tjetri, i cop te, i cop anë. Bota është gjithë ashtë, bota. Skenusje kësaj. Pa manë burdhe veni më i humët në botë një shoku im. Edhe veni më i humët në botë që jetojnë me ku dëgjohen me barrake, se nuk po i them emra. Ai thot veni imi pari. Nuk thot hajde një boni çat ju doj shefi se nuk më rrë. Pikërisht kjo më çmend mua domethënë më irriton. Shqipëria të dalin njerëzit e thënë, është Shqipëria vëlla, pastaj vin tjera drejt Shqipërisë. Për këtë nuk kemi ndanë politikën nga Abdeu ne s'dim ta ndajmë. Unë e kuptoj që një person tjetë, po. Te kanë bukur shumë. E kuptoj që një person tjetë demokrat apo socialist. Por ti mos zotëri, qofse unë për shembull, ja të them një shembull, unë dal me mbledh firmën për referendum. Për të shfrytëzuar paketën e madhe dhe investimin strategjike, kjo që po shkatron ta merr pronë me 1 euro shteti, dhe thot do bëj një investim filani, thot, ma jep mua thot me 1 euro. Jo, do ta marri. Ta merr. Po ta merr. Ja kanë filluar me ta marr, se kuptoj njerëzit. Pikërisht. Dhe vjen, e kuptojnë që je militant për krah një parti. Po si mund të thush më burr? Po let vjedhet më Shqipëria thotë. Po let ndërtojnë më problemi i madh, ç'pun keti? Po ore a jet a detaj shqiptar më si fillim. Po lera më partinë që duhet partia, po shif më atë dashurinë më. Tokën ku të hodhi Zoti, më krijoi Zoti.
Te nuk e ndajmë ne pra. Kjo më shkatron mua, domethënë. Shiko. Si aktivist, domethënë, duke përballë me këto gjëra, më shkatron kjo indiferencë, kjo lloj ignorancë ta shesësh vendin tënd dhe thua shiko se mirë ka Rama apo tjetri. Po si more pas ka mirë, kush është ai më të komandoj për çdo gjë? Po pse më tokën tonë do shesin këta, të parëve tonë, Shqipërinë tonë bukur, vendet e mbrojtja do shesin këta, ta kthejnë Shqipërinë me të huj. Të huj të vinë morë vëlla, të investojnë më gjëra tjera. Pse mos po vjen? Pse s'gjen një firmë prestigjioze këtu, pa marrë shembull Fiati, Toyota, që të hapi vende pune këtu, të hapi një fabrikë dhe të punësoj me mira trinë. S'kan si japin kape. Pra. Nuk jepe me llogarit. Ta janë investitor strategjik. Jo investitor strategjik Gazpajat që mden mua atje nga Portokallia, më shkon hap resort ai atje në jug. Edhe shanë edhe rrugëve ai, se jam me partinë, unë thot. Ja këto shembuj. Bova ki kara telebingo. Shëmtuar. Telebingo? Dhe i këtëra telebingo bur. Edhe me fatë është e bur. Base bur se... me fatë me i nata. Telebingon vetën e kanë ta, s'kujdijet. Se televizionet vetat i kanë. Edhe atë emisionet telebingos, basi i jep në telebingo kështu, fitojnë në herë, në i gjë. Jetojmë në Shqipëri. Dhe të thot, ta thush si kur jeton, ku t'i gjomi me telenovelë, do të luftojmë gjithë për këta. Do e arrim një ditë. Shpresojmë, ne mos ne për fëmijët tanë që kemi për mbesa nipa. Unë shpresën e kam këtë rritë, plako, ke mosha re, Atë mendoj do t'ja di fare, plako. Shpresën gjithë e kemi këtu. Këta mosha. Do vinë, do zgjohen, do kuptojnë që Shqipëria është dorë tyre, e ardhmja është dorë tyre. Janë të rritë këta. Do rritë, po shket pa me. Shiko, jemi duke dalë akoma nga diktatura, ta kesh të gjë. Respekt për bezin e trej se ka njerëz që kanë qenë antisistem. Mos harro se kemi akoma një brez komuniste për rrugë, se shojmë për ditë. Kemi akoma njerëz që thënë rroftet Ver Hoxha. Janë brumos, është punu. Do ndrojnë brezat, shiko, ato jetofshin sa më gjatë o zot. Por do të shputen më vëlla nga vendimarrja. Nëse s'janë ta përvotu, nëse se ishin parti nga zemra, mos dilni mori lut, mos voton. Lene mor fëmijët tuaj të votojnë për partinë që duan. Se nuk ka ndryshim nëse s'bot pa politikë ky vend, vëlla. Se kemi gjuar dhe një shpreja një protestë që jo politik, Shqipëria re, por Shqipëria është e vjetër më vëlla, nuk është e re Shqipëria. Është e vjetër edhe bekuar sa vet krijimi i njerëzimit. E ka beku Zoti. Shqipëria është e vjetër, e dum Shqipërinë të re me politikan të ri, po jo të re, kuptim të re. Një pjesë e Shqipërisë vëlla i pëlqen ky kaosi. Sepse i kanë bë punë të veta, i kanë kolandris me kaos. Ai edhe punon, edhe merr pension, edhe merr kemp një të kohë. Mregull që 1 milion e ca lekë, 1 milion e gjysmë lekë muj. Burokraci. Tash qofse ti du ta heqim në Ramën, aty ti pris skemën. Po tërbohet ai nga vorri ai sepse të mbaj Ramën për shkak. Me pension 120.000 lekë. Bolle një shtesta 2500 lekë ishte, ku t'i gjonë qa bon këta, e qushin gjotë madhe. Atë? 2500 lekë, 2 kafe pak. E pi një kafe me gjysmimin mjes, 8 mjesi. I kafe uj pagas, dhe më dhe ishte gjë e madhe që unë këtë pensionistëve. Shumë. Dhe më dhe në këtë dere gjë dhe më dhe që kanë arrit pensionistët, ka qenë gjithmonë, nuk përshaj Ramën fare. Rama është derivat që ka bo Sala, që ka bo tjetë 30 vjetë, e jemi sot. Se Sala është ky, nuk është ky ka qenë i tjetëri, pak rëndësi ka. Puna është ka ndryshu gjo. Pensionet aq janë vlla. Janë rrit me gramatur. Aq janë. Ku janë pensionistët? Janë akoma pensionistët janë duke jetu me mbjeti, me vështirësi. Dhe prapi për qera më vlla. Jo, më jasë se shiko. A ka bëj far lavargje ai se shiko. Ne po flasim 30 vjet është lavargj truni. Lavargj ka bërë ai. Por mos ta hajmë të petullën e tij që i bë bukur ai, si bë të petullën, bë ca brumra, kështu që po pra të paguar nga ne. Ska talent për drejtë ta hajmë. Jo, po mësoj. Çka ka punu një jetë vet ajo? Po ku ti gjon tash? Piktor, unë s'kam pa në pikturë që bën. Skulptor siç bë ca balta i bën, besoj se edhe mësojnë. Atë i bën të ca fëmijë. Edhe mësojnë bu. Pra, sa ja ka lënë Sala gjys gaçë më bu. Sala ja la xhaxhi. Po, ky se gjys. Tu bim dakord për zonë. Tem jo ka lënë parti gati. Zinxhir, hajde mani, i majtëm ne një 45 vjet. Krijoni ja 2 parti bashk.
Edhe jesni Mani këto partit, bonin si njëri si Partia Socialiste, tjetri Partia Demokratike, dhe do ta keni këtë popullin derisa të zgjohen. Besoj inshallah, zot jemi zgjuar tani se mos shkojmë 25 vjet se. Ja, ka kohë për kol për tash. Bam. Stresi më për son. Besoj se këtë herë kuptu më shumë. Zgjati çik po vjen fundi. Po i vjen fundi këtyre. I gjithëve pak. Inshallah. Paket. Inshallah. Paketa male thojnë ta. Paket politika vjetër. Inshallah paket. Ore, me shpirt të rojmurlla. Let pastorët me Partia Socialiste të futen djem me vajza të reja mër. Jo banda, jo, përfaqësues deputet që i kanë mbështet bandat e Durrësit. Pastorët e Partia Demokratike, shumë mirë, shkëlqejnë. Ore, hallalli qoftë më valla. Le të bëhen më, se mësimi kundër fare. Thjesht ta ndajnë menjen, antarët, djem të rinj, vajzat e reja, burra, gra, ta ndajnë menjen më zotëri. Le ti duhet më politika me shpirt. Ti duhet më si njerëz. Po hiqni nga politika. Po ju mori malli, shifni hapni video se i keni plot, miliarda kanë. YouTube Pa, hapeni më video, po lere më tikin, ka i kohë atyre. Votoni të rinjt, s'ka rëndësi, partit të reja, partit vjetra, thjesht hapni sistemin. Votoni për të hapë sistemin. Meritokraci, barazi, rini. Ajo është. Po i madh. Jemi në fund të emisionit, da? Shkoj qik gjallë, po. Ska që, da kanë lotë të 13 vjetë, Allah, mërzide njës për prash pak, nuk knashëm, Allah. Ska që. Besoj bëmi gjatë lezeqme. Shumë mirë, naturale, mua bet, Totalisht. pa filtra, bio si stash. Fare me qatë dush ti flasim I bëjmë ti reakuus për qëra lafi, ne jemi persona bio. Reagoni se na mytën e pesticide, së është edhe verë tani, na mbytën olla perimet, gjërat e ke pati, po na ndjek stomako, na mbyti. Prandaj në shtu dhe hallet, problemet, kanceri, tumori, gjërat. Shiko, unë ta thash ko nuk ta thash parën që është luftë me alien kjo vlla. Se? Ku ti drejtove të shiki? Alienve. Shumë. Po alienën me qa ushqen? Te se di, Vlasë ushqen, a thu ushqen me njerëz. Po tash i varet me qa ushqen këta vlla që si bo përshtypje të bëjnë kontrole ke ushqimet që janë sot. Këtu e thejmë. Po, tamam. Se është mirë me i bo thjerje kod, domethënë, shikojeni. Me satelit base. E di si bi kësaj të burë, ujë që pi unë me ujnë që po piti të gota jote tash, nuk si ishte mi bidon. Tamam, se ka mister, ushqen, pushtet vendojnë. Thjesht pushtet. Se është interesant. Ushqim ardhata apo pushteti, i mban i ka bo më të fort. Hajtë pushtetin. I mora 5 lek nga ty. Jemi oke bashkë? Ky 5 lek që unë ti mora ty vlla, do shkosh për një vit, do shkosh spitale shoku im. E di që i 5 lek që ti i more tjetrit për i kafe, për mi mylli sy i gjoke spitalit do lesh 5 fish. Se ke spitali ashtu është, do lesh lesht për të bërë. Shiko, njerëzit reflektojnë vetëm kohë kur halli im i bje ati. Aty fillot kuptot tjetëri. Pra, njerëzit duhet të reflektojnë para se të shkojnë të e halli. Se po shku në spitale. Dhe kujtojnë gjitha lekët që kanë marrë, gjitha lekët që kanë marrë për vota, gjitha lekët që kanë marrë për shfet. Për abizim pune, për abizim e pune, për ishfete, korupcion, gjitha. Lekët e huja do t'i lenë gjitha. Po do t'i vi kesh ku t'lenë të veta. Se po hynë atë mërën aty të shtryllin ata vlla. Nuk delë më nga spitali. Janë pendu shumë burra atë. Po. Kje shumë që janë pendu për atë. Shko atje kontrolloje ujë në shoku. Se e pin vet, e para. E pin lokale edhe nuk po t'flas më ku e pin. Shko kontrolloje ato qatë dreqin themeni gaja ke zhëja me fruta perime, me gjitha vlla. Ikë më shoku kontrolloj se veti anëre. Vetë më vlla i hanë. A nuk bo përshtypje burë? Si a vetë, ose pëse të tash? Që dish më bra. Këta janë alien më burë. Ne si shoqëri që kemi korupcion ka shumë gjatë. Shiko, e ditë? Ne hamë atë që ndërtojmë. Ndërtojmë korupcion, ndërtojmë gjithë zezat e mundshme dhe jam vetë. Ne menëm si a fusim tjetët, valë jam vetë. Kjo është fakt i pasër fare. Ky parazimi. Pikrish, nuk zbatohet ligji. E ke parasysh, janë ca informacione që to konspiracionistët e thojnë për alienët. Alienët thotë vinë këtu sepse marrin atë Florinin se i duhet.
E kemi ca alien këtu ne që e kanë vjedhë Florinë, a thua alien që kanë këta? Po ai është një kategori, se janë shumë spec, janë të skedume, ka skedu Amerika specit e alienve. Këta në Florinit. Një nga dosja zezë, ka jo që shilloj pakete që kanë dhe aviona. Vite që i kemi në këta. Janë ata që janë këshu, si gjysë reptilian, ato të rondit, ato anë japin drejtim asaj. Janë ca tjerë pasaj që e ushjen me ca gjona tjera, më kupton? Kështu që ka dhe kont, ako u splak. I ka ardhora, se fëllova mania dhe kapen gjitha të alienët. Përricjentët e alienët të lashtësisë. O zoti, ba të duhet bëjmë follow barkun e vetë, plak që ka të fut mrejna. Sepse kanë arrua burë. Shikoj, janë edhe të them edhe drejt, të nuk kanë vetëm për vete. E kanë fut vetën në për organizatën, për sekte që i kanë mendu se kanë letë, po s'po din me dalë. E tani këta edhe me desh me X i lenë. Kërë do ikin paket, bashkë me ata që kanë nga mbrapa. Me një ofertë për palestë. S'ka rrugë tjetër. E kanë bastardu. Hajde. O, Miletit i bëjmë thirrje, shqyqyr janë zgjuar, vëmendje, punoni për të ardhmen tuaj, punoni me sy hapur, analizoni këtë politikë dhe të reflektoni sa më shumë, t'i godasni në gjithë mënyrat e duhura, me protest, qoftë me zgjedhje, qoftë me çdo mjet mundshëm kundër tyre. Ta voj Shqipërinë sepse mjafton shumë pak. O punoni pastër, se është lapë me vene, puno pastër vla se të shep zotë. Do punojmë pastër, unë them gjithmonë shembulli vjen nga lartë. Nëse ne një ditë sjellin pushtet një qeveri të hajrit, që vjen nëpërmjet votës lirë dhe lista të hapura me njerëz të punës, mos votojnë njerëz kot që si dikush kush janë. Do vi detyrimisht do vi, dhe do fillojnë bashkëpunojnë. Do ndryshojnë gjërat. Nuk ka gjë Inshallah, këto gjona vinë shpejt vlla. Patjetër. Që mos ta gëzojmë këtë periudhë kohe kur kem 80 vjeç, se kot pasaj, se çau pa. Çau pa dam në atë pensionit. Pa të bëllë neve një dallave, edhe pension, edhe çau shunta kemp. Puni bodës, o shqiptar. Sot, mirë. Jemi fund. Falenderoj për Zotin se doli puntat shumë e bukur. Faleminderit shumë edhe për ju, për ftesën që kalu nga shmirë dhe dham disa mesazhe pozitive për shoqërinë se ky është qëllimi edhe pse jemi bashku. Edhe informacion të mirë, gjithashtu. Tash ky është vendi jonë me 100 probleme, nuk kemi as të parat as të fundit që i numëroj. S'diskutohet. Do e themi. Se jeri themi prap ke zbëjmë. Sepse duhet t'ja rithush njerëzve shumë herë që ta fusin kokë. Ka dal, do bëj Zoti mirë. S'diskutohet. Falenderoj shumë të keq. Faleminderit edhe një herë. Përshëndesim gjithë. Njerëz, ju puth fort, edhe takojmë ke puntata radhës. Shpresoj ju kemi kënaqur me këtë emision. Ju çfarë do thomini? Relaksoni çik, ma relaksoni. Ciao. Dale, que la playa está de baile.